Po mundua të më blinte i gjati, demokrati përgjigjet Ramës, unë jam i djathtë, thot Qyryk. Demokrati më i famshëm, Ilir Vrenozi, është bërë pjesë e mitingut Partisë Demokratike në Korçë, ku mbajti dhe një fjalim të gjatë. Gjatë fjalës së tij, Vrenozi shpërtheu në akuzë ndaj kryeministrit Rama, i cili pak ditë më parë i kërkoi që të bënte një takim fshehurazi me të larg vëmendjes së kamerave. Duke folur për këtë linjë, Vrenozi u kërkoi prindërve të bëhen bashkë për të votuar kundër socialistëve, të cilët ai targeton me pseudonimin Zagar. Ilir Vrenozi, që ta çojmë tek pesa, do të votojmë një. Doktor Berisha, legjenda e demokratëve, mirë se erdhe. Në 11 maj, Shqipëria përsëri do të buzëqesh, do të linë një shpresë e re, një pranverë e madhe. E besoj, ma ndjen shpirti këtë ndryshim. E them si një njeri i thjesht, i varfër, si qindra mira të tjerë. Komunizmi dhe rilindja është pjella më e keqe e vendit tim. Ndaj duhet ta rrezojmë këtë klik dhe Shqipërisë t'i bëjmë nder. E ndjej, demokracia do të fitojë sërish. Ndryshimin do ta bëjmë ne dhe diasporë. Do ta nxjerrim në dritë Shqipërinë. Tani u mundua të më blinte i gjati ky karagjos, por unë jam i djathtë, thot Qyryk, dhe jam krenar që kokën s'do ta ul.